OpenAI ka prezantuar modelin e ri GPT Rosalind, një inteligjencë artificiale e specializuar për shkencat e jetës dhe zhvillimin e ilaçeve. I emëruar në nder të shkencëtares Rosalind Franklin, modeli është krijuar për të ndihmuar studiuesit në analiza komplekse biologjike, interpretimin e të dhënave dhe planifikimin e eksperimenteve. GPT Rosalind synon të përshpejtojë kërkimin farmaceutik, duke identifikuar më shpejt përbërjet premtuese dhe duke zbuluar lidhje që shpesh kalojnë pa u vënë re. Projekti po zhvillohet në bashkëpunim me kompani dhe institucione si Moderna, Amgen, Allen Institute, Thermo Fisher Scientific dhe Novo Nordisk. Sipas CEO-s së Modernës dhe CEO-s së OpenAI, modeli po ndihmon në kthimin e të dhënave komplekse në plane konkrete eksperimentale dhe inteligjenca artificiale mund të transformojë industrinë e shëndetësisë dhe të përmirësojë jetën e njerëzve. GPT Rosalind pritet të zgjerojë më tej përdorimin e inteligjencës artificiale në kërkimin shkencor, duke shkurtuar kohën dhe rritur efikasitetin në zhvillimin e barnave.